Sa vite duhen për të marrë në shtetësinë gjermane? Kjo është një nga diskutimet më të mëdha që hasin sidomos edhe në ditët e fundme, për shkak se partitë politike pra me ndryshimin e tyre dhe i qeverisë shpeshherë dalin diskutime për mbi pjesën e migracionit. Fatmirësisht ndodhemi në relata pozitive, kur pjesa e shtetësisë ka nevojë që një individ me një gjendje të pastër penale, me 5 vite qëndrimi dhe rroga të rregullta në Gjermani, me pasjen e gjuhës vonisht dhe pjesës së hyrjes të kursit të integrimit, arrin që të aplikojë për shtetësinë gjermane. Pra mjaftojnë 5 vite. Ndërsa në aspektin e lejes së përhershme tek shtetasit e kualifikuar, pra tek ato që vinë me kartën blu, ka një ndryshim, pra ka një shkurtim të pjesës së pritjes, ku personat të cilët vinë me kartën blu mund të aplikojnë për një Niderlauzum në momentin që ato kanë mbrojtur bënishin dhe kanë bërë 21 muaj punë, dhe shkon në 27 muaj në rast se ato kanë arritur vetëm nivelin anish. Pra, sipas kategorisë ligjore që ka ardhur një individ dhe që ndodhet në Gjermani, ndodhet pjesa e aplikimit për shtetësi. Në bazë në shoqëri mund të marrin pritje as 5 vite. Por fatkeqësisht kohët e fundit kemi dëgjuar që do rikthehemi përsëri në sistemin e vjetër që ka qenë në sistemin 8 vjeçar, duke shpresuar gjithmonë që qeveria nuk do të dalë këtë vendim. Qartë, ta ndihen shqiptarët të diskriminuar në shoqërinë gjermane? Um, Mendoj që ekzistojnë, por janë, le të themi, ë diçka që ne ja kemi shkaktuar vetë vetës në shumë fusha dhe në shumë momente gjatë ciklit tonë të emigrimit. Absolutisht kemi edhe shqiptarë të cilët kryen veprimtari le të themi ligjore jo të preferuar në shoqëri, ose që ju ka dalë nami për këto veprimtaritë jo ligjore, ose për forcën që tregojnë dhe jo komunikimin e drejtë, por njëjtë siç kemi shqiptarë shumë të suksesshëm, shqiptarë të cilët kanë arritur majat, janë kudo të punësuar dhe i shikojnë pothuajse në çdo kompani, në çdo veprimtari të shoqërisë dhe që kanë treguar një nivel integrimi shumë të lartë. Absolutisht, që jo vetëm shqiptarët, por kushdo që do vi fillimisht në emigrim, konsiderohet një emigrant vetë përballje me këto procedurat, neve na bën ndjehemi diskriminuar, na lodh në krahasim me një person që vjen si shtetas evropian ose një gjerman. Pra që momentin që ti regjistrohesh në qytet, ne detyrohemi të shkojmë në zyrën e huajve, ndërsa në momentin që vjen një shtetas evropian ose një shtetas gjerman, regjistrimin i bën në një zyrë tjetër përkatëse, ku është shumë herë më lehtë pjesa e futjes, pjesa e termineve dhe pjesa e komunikimit. Por kjo do vi pastaj me kohën, me pjesën e përshtatjes në shoqëri, me pjesën e mësimit të gjuhës, gjë që do e bëjmë më të lehtë aksesin e çdo shqiptari dhe ne do të shmangim pastaj pjesën e ndjerjes së këtyre, le të themi, diskriminimeve të fillimit ose të ardhjes. Po ndodh ende eksodi i madh që kemi parë para disa vitesh të infermierëve dhe mjekëve në Gjermani, apo është frenuar paksa kohët e fundit? Frenuar nuk do ta thoja, por me pjesën e rritjes së nevojës janë rritur dhe kërkesat. Pra, le të themi, ka një mungesë akoma shumë të madhe në pjesën e ndihmës së infermierëve në Gjermani dhe të mjekëve absolutisht. Ka shumë spitale, shumë klinika, shumë shtëpi të moshuar të cilët vazhdojnë të kërkojnë staf në çdo moment dhe shqiptarët janë gjithmonë një zgjedhje e duhur për shkak të korrekcisë që ato tregojnë në punë dhe pastaj edhe pjesë që janë të gatshëm për punuar, por janë rritur disa kritere. Pra flasim niveli i gjuhës, niveli i dëshmive të kualifikimit, gjë që e bëjnë, le të themi, si një tip pengese që individët të vinë në mënyrë të menjëhershme. Por kërkesa bëhet çdo herë dhe më e lartë, por duhet të themi edhe diçka dhe ta theksojmë. Në Shqipëri nuk ka ngelur më aq shumë mjek dhe infermier që të jetë në të njëjtat nivele emigrimi si disa vite më përpara ose si gjatë viteve të fundit. Edhe një pyetje të fundit, a është emigrimi në Gjermani një hap që duhet ndërmarrë, është i duhur në këto momente, apo ka vështirësi dhe realiteti atje është komplet ndryshe nga se ndoshta proklamohet këtu në Shqipëri? Unë do i thoja çdo individi që synon emigrimin vetëm një mesazh, Gjermania nuk janë emigrantët që ne hasim në pushimet verore. Pra, Gjermania ka shumë të mira që mund t'i ofrojë një familje, një individi gjatë procesit të emigrimit, pra flasim në rast se dikush synon pjesën e arsimit, synon pjesën e shëndetësisë, synon pjesën e pasjes së garancisë në rastet e papunësisë ose në rritje në karrierë ose në kërkimin e kushteve më të mira,
por nuk siguron një luks. Pra luksi ose këto lirit ose mendjemasitë le të themi që ne hasim zakonisht në shoqëri që Gjermania është perandori, nuk është e vërtet. Pra ka shumë vështirësi, ka shumë burokraci, por për një individ i cili ka shumë të qarta rrugën që do ndjeki dhe qëndrimin që do të mbajë gjatë këtij rrugtimi dhe çfarë kërkon, le të themi është një vend ideal. Ka shumë arsye pse dikush zgjedh të emigrojë, por në momentin që do e zgjedhë Gjermaninë si një shtet të sigurt, të qetë dhe me një bazë veprimtarie të fokusuar në garancinë e arsimit, shëndetësisë dhe anës ekonomike, absolutisht do të ishte zgjedhja e duhur. Ndërsa në aspektin e sociale, të themi, pra ndjerjes së shoqërisë në Shqipëri, qoftë edhe klimën, do ta keni në disfavor në raport me Shqipërinë. Gerta Arruçi, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për gjithë pyetjeve që u përgjigjet dhe besoj që janë dhe pyetjet më të shpeshta që bëjnë ata persona që duan që të emigrojnë drejt Gjermanisë dhe ku më mirë ka një eksperte si ju që normalisht do jeni e hapur gjithmonë për t'i ndihmuar. Faleminderit shumë.